Asalamu alaikum të nderuar teleshikues, kudo që jeni duke na ndjekur, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë me ju. Mirë se takohemi së bashku në emisionin Duke kërkuar përgjigje. Sonte me ne në studio është hoxha jon i nderuar nga Kumanova, Maqedonisë, Sadullah Bajrami. Në emrin tuaj i dëshirojmë hoxhës mirëseardhje. Asalamu alaikum hoxhë dhe mirë se erdhën në studio. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gjithashtu i falenderojmë për ftesën dhe lutim Allahun azza wa jall që na japë sukses dhe bereqet. Allahu ju shpërbleft. Atëherë hoxhë, Allah ju shpërbleft për prezencën tuaj. Po e lexoj pyetjen e parë. Thot një teleshikues, pse të falem, a nuk më mjafton, thot që kam zemrën e pastër dhe kështu nuk ja dua të keqen askujt. E jo vetëm kjo, por shumë të tjerë fatkeqësisht mendojnë kështu. Kështu që çfarë është përgjigjja nga ju? Përgjigja me emrin e Allahut azza wa jall, krijuesi i zemrës, është që na ka lip që të falemi. Po. Normal se zemra nuk kena mundësi ne që ta shohmi dhe të dim se zemrën e kam të mirë apo nuk e kam. E dyta prej asaj është se zemra është burimi i veprave. Faktikisht ai që e ka zemrën e mirë, do e mos duhen të bën namaz. Nga se namazi është një lloj shprehje mirënjohje ndaj begative dhe të mirave që Allahu azza wa jall na ka dhuru. Sikur që një njeri të bën mirë vazhdimisht pa ndërprer, nuk të bën bojkot asnjëherë dhe nuk ja kthen me të mirë asnjëherë, a dëshmon se ke karakter të mirë? Nëse nuk dëshmon, nuk ka mundësi dhe të dëshmon mosfalja e namazit se ke zemër të mirë. Pra zemra e mirë është zemra e cila është mirënjohëse ndaj të mirave të tjerëve. Më bujari ndaj nesh është Allahu azza wa jall. Për këtë arsye Allahu azza wa jall ne ka obligu namazin në shenjë mirënjohje, në shenjë respekti, në shenjë dallimi mes atij që është mirënjohës ndaj të mirave të Allahut dhe ndaj atyre të cilët i përbuzin nimetet e Allahut. Do të tregoj një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu nuk ka nevojë për ibadetet tona, por ne jemi ne e ata që kemi nevojë për Allahun ton. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Atati s-sama wa hukka laha an ta'it. Ka nxjerr një zon qielli dhe normal i takon qiellit që të nxjerr zon. Pse ja Rab të nxjerr këtë zon kjo qielli? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: në qiell lart nuk gjen zbrastrir, po është e përmbushur plot me lek. Që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk gjen një zbrastir një pllum, pa e gjet një melek duke qëndruar në kam. Prej kur? Prej ditës së krijimit deri në vdekje, pa pushim. Ndërsa disa të tjerë për ulur e të tjerë në sejdë, vazhdimisht. Pra Allahu është i falendëruar para se ne ta falenderojmë. Po Allahu azza wa jall prej neve ka lip vetëm në shenjë thash mirënjohje që të bëjmë namaz, që të dallomu mes të mirëve, që të dallon Allahu azza wa jall me namaz mes mirënjohësve dhe përbuzësve. Për këtë arsye ai që dëshmon se zemra është e mirë është vepra. Si mendoni? Thua e dua një shok dhe nuk ndahem me ta asnjëherë. Të fton në darsmë nuk i përgjigjesh. Të fton në gosti nuk i përgjigjesh. Të fton se kam musafir, nuk i përgjigjesh. Të fton në synetim nuk i përgjigjesh. Asnjëherë nuk i përgjigjesh. A do thotë se ke bën mirë dhe i sjell mirë me ta? A mund të dëshmon kjo se e don atë shokun tan? Asesi. Ka të drejtë të i dhërohet? Ka të drejtë të i dhërohet. Kjo jetë e përditshme. Çka ngel me Allahun azza wa jall, i cili na ushqen, na jep të mira një pas njëshme gjatë ditës dhe natës. Sa mëkate ne Allahu azza wa jall ja bëjmë gjatë ditës dhe natës, Allahu azza wa jall na i fal. Allahu kërkon prej nesh që të pajtohemi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
Se Allahu azza wa jall shtrin dorën e tij gjatë natës që të pendohet, që të pajtohet me Allahun, ai që i ka bën Allahut mëkat gjatë ditës. Dhe Allahu shtrin dorën e tij gjatë ditës, që të pajtohet me Allahun, ai që i ka bën Allahut mëkat gjatë natës. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ç'mendoni? Sikur një njeri të kesh në buzën e shtëpisë së tij një lum. Dhe për çdo ditë kalon nga i lumi dhe pastrohet. Hin lum dhe hin shtëpi nga 5 herë në ditë. A do t'i ngele ati lum pa pastërti? Asesi. Ta njojë Rasulullah, s'ka mundësi të ngele do një e keqë. Thot, kështu janë namazët. Namazët janë pastrim për ty. Pra namazë janë për ty, nuk është për Allahun azza wa jall. Namazë janë pastrim për ty, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çdo njeri kur hin në namaz, mëkatet gjunohen i vyhen në supe dhe në kokë. Sa herë që ban sejdë dhe ruku, i pikojnë. Pastrohet prej mëkateve derisa kur del pej namazi e nin një lehtësi të çuditshme. Jo veç kaq. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me marrjen e abdesit që është para përgatitje për namaz dhe kusht i pranimit të namazit, thot kur e lan fytyrën, bien gjunohet. Kur i lan duart, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që gjunohet dalin edhe prej ndërthojt. Kur lan këmbë dhe krahët, pastrohet prej gjunoheve. Pra namazi për neve që nga, apo për Allahun. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeri kur të varrosi që transmeton Ibn Hibani sahihun e tij, thon vin di melek. Dhe e pyes, siç është hadithe të shumta. Pastaj vin melekët për ta marrë për në zjarr. Shkojnë ka koka. Për ta marrë del namazi dhe thot, s'keni mundësi ta mirëni nga ana ime. Pse nga ti ona i që s'kena mundësi? Thot, është kujdes për mu gjatë jetës së tij, do të kujdesna për ta në këtë vend të varrit. Thot pejgamberi Allahut, shkoj nga ana e gjathë. Del agjërimi. Thot, s'keni mundësi ta mirëni nga unë, nga kjo anë. Pasaj shkon nga ana e majt, del zeqati, e shkojnë ka këmbët, dalin veprat e mira, pra kjo është i ruajtur në varr, si që ja ka rujt obligimin Allahut azza wa jall në dunjë. Allahu na boft prej atyre që bëjmë namaz, nga se nuk ka ibadet që i ka kushtuar rëndësi Islami më shumë se sa namazit. Derisa aq larg ka shku, që ka thonë pejgamberi Allahut, mes besimtarit dhe jo besimtarit është një dallim. Cili është namazi. Pra lutim Allahun azza wa jall që na dashuron namazin në zemrat tonë. Mirë hoqë, pyetja radhës është si vijon, thotë nëse nuk mundesh me i fal namazin e kohë, çfarë duhet të bësh dhe kur është më mirë thotë ti bësh kaza ato, apo duhet t'i falim edhe sunetet, fjala është për drekën dhe akshamin. Siç e dim se namazi, falja namazit është në kohë të caktuar. Thotë Allahu azza wa jall në Kur'anin e Kerim, inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Pra namazi duhet të krijet në kohë të caktuar. Siç ka thonë një dietar që e quajnë Ibn Hazm, a bën që të falet dreka para kohë? Nuk bën. Thotë sikur që nuk bën dreka të falet para kohë, nuk bën dhe mas kohë. Për këtë arsye, namazi kaza ka qenë një periudhë, sipas disa dietarëve, e pastaj është anulu me zbritjen e ajeteve që flasin për namazin e frikës. Dhe kjo është mendimi Sheikhul Islam Ibn Taymiyas, që me zbritjen e namazit të frikës anulohet namazi kazas. Përjashtim dy njerëzve. Ai i cili është në gjumë dhe kur zgjohet ka kalu koha. Ai mund të falet në atë kohë kur zgjohet, nga se ka hadith të pejgamberit Allahut që ai që është në gjumë mund të falet kur të zgjohet. I dyti prej atyre ai që harron namazin dhe i kujtohet, supozojmë ka harru ikindin. Hin koha akshamit dhe i kujtohet që ka hin koha e akshamit dhe ai nuk e ka fal ikindin, ne i themi ngritu dhe fal ikindin. Nga se koha e namazit tek ikindis tënde është në këtë kohë. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë,
ai cili harron namazin dhe le ta fal kur t'i kujtohet. Sa i përket namazeve duhen tham të falen në kohën e vet. Po nëse është rast specifik dhe nuk është i përditshëm, dhe gjend veten ngushtë, çka të bëjmë? Të lëm kaza apo të bashkojmë? Ne posedojmë argument të vërtet që transmeton Abdullah ibn Abasi dhe këtë hadith e ka nxjerr Imam Muslimi Sahihun e tij. Që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bashku di namaze pa qenë koha shi dhe pa qenë në udhtim. Nga kjo hadith janë argumentu dietarët se në raste specifik të veçanta, kur të imponohet, mos të bëhet e përditshme bën që të bashkohet namazi. Pra të bashkohet dreka me ikindis në kohën e drekës apo të ikindis dhe të bashkohet akshami me yacin në kohën e akshamit apo në kohën e yacis. Ndërsa nëse je mendimit për aty dietarët të cilët e konsiderojnë ende ekzistimin të namazit të kaza, atëherë mjafton që t'i bëjnë kaza vetëm se farzet, ndërsa sunetet nuk bëhen kaza. Allahu azza wa jalla mirë. Mirë hoxha, Allah ju shpërbleft. Është një pyetje nga një teleshikues tjetër, i cili thotë jo rrallëherë më ndodh hoxh nga të afërmit e mi, konkretisht nga kushërinjët, të më kërkojnë jo vetëm garderob, pra rroba dhe gjërat e tjera, por edhe shumë çka tjetër, të cilat thotë më pëlqen të ndihmoj dhe t'u adhuroj, po kur e di që ato përdoren për harame, siç është shembull lloj koncert apo diçka të tillë, thotë edhe nguroj. Kështu që me çfarë e këshilloni ju atë? S'ka dyshim se kjo esenca që Allahu Azza wa Jall ka thënë Kur'ani Kerim në suratul Maide, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Dhe ndihmoni për në të mirë dhe mos u ndihmoni për në të keq. Kjo esenca. Mirë, po a mund të jetë këtë përjashtime nëse mundesh që nëpërmes shërbimit të kësaj mund që t'i afrosh, që të bash davet, që ta kuptojnë të vërtetën, që të mos të keq kuptojnë, ndoshta tolerojmë përkohësisht dhe secili e din rrethanat e tij dhe ai mund të gjikon më mirë për këtë. Mirë hoxha, Allah ju shpërbleft. Është pyetja radhës si vijan. Thotë, ju lutem, mund të më jepni një këshill si të përfitojmë nga ligjëratat islame të cilat shpeshherë i dëgjojmë? Alhamdulillah që Allahu Azza wa Jall ta mundson që ti ndëgjojmë. Nga se, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha. Pra feja mahet me ligjërata dhe me nasihat. Derisa në këtë hadith, muhaddithët pa dietarët e hadithit kur kanë fol, thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këshillën e ka bën si shtill kryesore të dinit, siç e ka bën Arafatin shtill kryesore të haxhit. Dhe ka thonë pejgamberi Allahut ad-dinu nasiha. Pra dini përmbahet me këshilla. Si të përfitojmë për ligjëratave? Mënyra e përfitimit më e mirë është regjistrimi. Para transmetohet me një hadith të vërtetë. Sheikh Abdul Qadir Arnauti, Allahu Azza wa Jalla e mëshiroft, e konsideron këtë hadith prej haditheve të mirë. Që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë qayyidul ilme bil kitab. Rune diturin me shkrim. Pra ne pak shohmi xhamat që prezantojnë në xhami apo ndëgjojnë ligjërata dhe ti regjistrojnë. Pra regjistro. Për këtë arsye nëse shfletojmë historinë e sahabëve, shokët e pejgamberit Allahut, dhe i shohim edhe sahabët, kanë ndryshuar, nuk janë të një rangut. Si për shembull, Abdullah ibn Amr ibn Asi është njoft me transmetime të shumta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Cili ishte sekreti? Nga se Abdullah ibn Amr ibn Asi çdo sen që flit te pejgamberi Allahut shënonte. Derisa shokët e tij e qortuan dhe i thanë, ja Abdullah, ti po shënon prej pejgamberit Allahut, çka po dëgjon? Kjo është njeri që e çellon dhe gabon. Pas që prezantoi pejgamberi Allahut, Abdullah ibn Amr ibn Asi ja parashtroi këtë pyetje, këtë ankesë pejgamberit Allahut dhe i tha, ja Rasulullah, kështu më qortojnë shokët e mi para që veproj. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha uktub ya Abdullah. Shkruaj Abdullah. Se pasha Allahun që shpirti Muhammedit është në dorën e tij.
nuk del prej kësaj gjume vetëm se hak, vetëm se të vërtet. Si të përfitojmë gjithashtu, të përkushtojmë kohë më të madhe, asaj më të dobishme. Ebu Hurejra, radiallahu ta'ala an, ishte njëri i cili e pranoi islamin me vonesë. Dihet se Ebu Hurejra e ka pranuar islamin në vitin e 7 të hijretit. Pra me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam s'ka jetu më shumë se 3 vite. Apo 3 vite e disa ditë. Megjithatë, thot Ebu Hurejra, i kam përmbush dithesar me dituri nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vetëm njërin prej tyre e kam hap, e kam shpërndar, tjetrin nuk e kam hap fare. Si e përfitoi Ebu Hurejra? Ebu Hurejra e përfitoi dhe ai u përgjigj dhe tha, nga se juve ju angazhuan tregët, bizniset të ndryshme, ndërsa u angazhova më tepër me diturinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që shoqëroshna ata me disa kafshata që i hajshna bashkë me ta. Për këtë arsye dhe Ebu Hurejra dol një ditë në treg dhe tha, ju ende gjendeni në treg, ndërsa trashëgimia e pejgamberit Allahut shpërndahet në xhaminë e tij. Vajtën me shpejtësi tregtarët, shkuan në xhami, e paën se nuk ka as hurma, as sen nuk shpërndahet në ta. Dhe u kthien dhe qortuan Ebu Hurejrën dhe i thanë, si na thua ti që në xhaminë e pejgamberit shpërndahet pasuri, kurse në ta nuk gjetëm asgjë. Tha, çka gjetën? Tha, e gjetëm një grup që lexonin Kur'an. E gjetëm një grup që e mësonin hadithin e pejgamberit Allahut. Tha, kjo është pasuria e pejgamberit Allahut që e kalon. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith që e ka nxjerrën Imam Buhariu, dhe këtë hadith e transmeton Abdullah ibn Abbasi dhe Muawiya ibn Abi Sufjani, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din. Kujt Allahu që don të mirën, ja kupton fen. Kujt Allahu ja don të mirën, ja mundson ta kupton dinin Allahut. Pra, mirësia më e madhe është ta kuptosh dinin. Pra, për në fund, troketi dirë të qiellit. Nga se Allahu azza wa jall ka shumë dhe a jep të gjithëve që të cilët i kërkojnë Allahut azza wa jall. Lutë Allahu që Allahu azza wa jall të mundson të përfitosh nga ligjëratat, Allahu të forcoft. Allah ju shpërbleft edhe juve për përgjigjen. E lexoj pyetjen e radhës. Thotë, nëse ka mundësi të na tregoni a duhet pasi të bëjmë hatme të lexojmë ndonjë dua. S'ka dyshim se është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Allahu i don ata të cilët pasi ta krijen Kur'anin Kerimin ja fillojnë. El hal murtahil që thojnë, ai i cili e përsërit Kur'anin Kerimin. Mbarim të leximit Kur'anit Kerimit është e preferuar që të lutet Allahu. Transmeton me një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur të përfundoni Kur'anin Kerimin, po kur të përfundoni leximin e asaj pjese të Kur'anit Kerimit, lutni Allahut, kërkoni prej Allahut, para se të vinë disa njerëz që kërkojnë për njerëzve dhe nuk kërkojnë prej Allahut. Nga kjo hadith dhe hadithet të ngjashme që transmeton dhe Enesi, disa rivajete transmetime, se në përfundim të hatmës të Kur'anit Kerimit, kanë bën dua, nga se neve na lejohet të ndërmjetësohemi te Allahu azza wa jall me vepra të mira. Leximi i Kur'anit Kerimit është prej veprave të mira. Pra na lejohet ne t'i thojmë Allahut azza wa jall, për shkak të leximit të këtyre fjalëve të bukura tua, më fal mëkatet, më mëshiro prindërit. Na i leco natën e varrit, na mundso xhennetin, na lejohet, nga se është prej veprave të mira që lejohet të ndërmjetësohet te Allahu azza wa jall. Jo që nuk lejohet, jo që vetëm lejohet, po dhe preferohet. Pra preferohet që pasi të përfundosh atë pjesë të Kur'anit Kerimit, ti lutesh Allahut, të lutesh për prindët tu, të lutesh për falefisin tën, të lutesh për të gjallët dhe të lutesh për të vdekurit. Allahu azza wa jall më mirëti. Po, Allah ju shpërbleft, ne me kaq edhe përmbyllim pjesën e parë të këtij emisioni. Ju informoj që i kemi edhe disa pyetje, por këto inshallah do t'ju përgjigjemi në pjesën e dytë të këtij emisioni. Të nderuar televizionistë që edhe kuptuat, po ndahemi për pak çaste, por ju vazhdoni edhe me të shoqërimin me ne, rikthehemi pas një shkputje të shkurtër.
Asalamu alaikum edhe një herë të nderuar teleshikues, rikthehemi këtu për të vazhduar së bashku pjesën e dytë të emisionit tuaj. Në ndërkohë që pyetja radhës është e shkurtër, në fakt tingëllon e shkurtër, po padyshim që kërkon një pyetje do të thoya shumë të gjatë. Fjala është për atë se pse duhet një besimtar të friksohet Allahut. S'ka dyshim se frika Allahut Azza wa Jall është një element kryesor i zemrës që ringjall zemrën. Dhe jo rastisht të gjithë pejgamberët kanë thirr popullin e tyre duke a fillu prej te Nuhi alayhis salam që të kenë frikë Allahun Azza wa Jall. Nëse shfletojmë Kur'anin e Kerimin, do gjejmë shumë ajete, por një pjesë e madhe e Kur'anit e Kerimit flet rreth frikës së Allahut Azza wa Jall. Dhe frika e Allahut ringjall zemrat. Për atë pyetën Hasan al-Basriun dhe i thanë: ne shoqërojmë një hoxh, një njeri, i cili na frikson derisa na i trondit zemrat. Ç'të thue për ta? Tha, shoqëroni ata derisa të arrini në vendin e qetësimit dhe pushimit dhe shpëtimit. Nga se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk bashkon dy sende me një botë. Kush frigat Allahut në dunjë, do të jetë i lirë në ahiret. Ndërsa ai i cili nuk ka frikë Allahun në dunjë, pra është i lirë, do të friget në ahiret, në botën tjetër. Ne kemi frikë Allahun Azza wa Jall për shumë sende, nga se e dim madhninë e Allahut Azza wa Jall. Pra më lejoni një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregojmë se pse besimtarët kanë frikë Allahun Azza wa Jall. Një dërë hadith e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: më ka leju Allahu të një juftoj për një gjell, i cili kamtës e cilit janë të thellë në tokë, ndërsa koka e tij në arshin e Allahut Azza wa Jall. Ul kokën gjeli dhe thot: o Zoti i madh, sa madhërin të madhe e ke. Sa madhëri Allahut, sa gjeli madh. Tregon, transmetohet me një rivajet ka Ibn Abbasi, i cili thot: Allahu Azza wa Jall ka kriju 7 katë qiej. Me çdo katit të qiejlit 500 vjet udhtim, deri në katin e 7 të qiejlit. Mbi ta 500 vjet ujë. Mbi ujin kursi Allahut, mbi kursin arshi Allahut. Thotë transmetim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kursiu apo toka dhe qiella pranë kursiut si kër një unas me hedh në shkretin. E kursi Allahut pranë arshit Allahut si një unas me hedh në shkretin. Ki gjell ka ul kokën dhe thot: subhanak, pa të meca o Zoti i madh je, sa madhrin të madhe e ke. Përgjigjet Allahu dhe thot: këtë nuk e din ai i cili betohet rrejshëm. Pra betimi rrejshëm është prej tmerre, prej shirkeve të vogla, prej gjunave të mëdha. Nga se nuk e din se me kënd ka të baje. Ne besimtarët kemi frikë Allahun dhe duhem të pas frikë Allahun, nga se e dim madhërinë e Allahut Azza wa Jall. Derisa transmeton Abu Daudin sunenin e tij, tregon dhe thot: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: mu ka leju që ju tregoj për madhësinë e një melekut që e ban arshin e Allahut Azza wa Jall, që prej të tuli i veshit deri te supja e tij është me udhëtu 700 vite. Këta janë melekët, krijesat e Allahut Azza wa Jall, që Allahu ka kriju. Pra ne kemi frikë Allahun Azza wa Jall, nga se Allahu Azza wa Jall ju është kërcënu të gjitha atyre të cilët nuk e njohin, nuk e besojnë, nuk e adhurojnë, do t'i gjejk me zjarmin e xhenemit. Ne kemi frikë Allahun Azza wa Jall, nga se nuk e dim se adhurimet tona janë të përplota apo jo. Kemi frikë Allahun Azza wa Jall,
nga se bujaria Allahut ndaj nesh është e madhe, e falëndrimet tona janë me të meta. Për këtë arsye kemi nevojë ne të frikëmi Allahut, po Sheikhul Islam Ibn Taymija ka thënë. Friga e Allahut dhe shprehesa në Allahun janë sikur dikrahut e zogut, që simbolizon dashuri, ndërsa dashuria e Allahut është koka e zogut. A ka mundësi një zog të fluturon pa krah? Aq ka mundësi një musliman të arrijë xhennetin e Allahut dhe kënaqësinë e Allahut pa frikë dhe pa shpresë. Ne jetojmë mes frikës dhe shpresës, duke e kompletu me dashuri ndaj Allahut azza wa jall. Këto janë elementet kryesore të adhurimit, të besimit, dhe këto janë vepra të zemrës, siç kanë potencuar dietarët islam. Mirë, Allah ju shpërbleft, po lexoj pyetjen e radhës. Thot një televizionist, a janë të njëjtë dervishët me ata që janë me she, dhe në qoftë se na lejohet martesa me ta, do të mund të na tregoni diçka më shumë për këtë? Sa i përket dervishëve, në fillim të shfaqjes së tyre kanë qenë të kujdesshëm ndaj sunetit të pejgamberit Allahut. Pra dervishi kanë thonë njeriu i cili ka qenë i veçuar në ibadet. Mirë, po dervishët bashkohor janë ata të ndikuar nga shehlerët. Dhe këto janë grupet të devijuara. Si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë nda krishterët në 72 grupe, që i futët në 71 grup. Ummeti im do të ndahet në 73 grupe, të gjithë në zjarr. Kjo nuk është fjalë e hoxhës, kjo janë fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Siç e transmeton Abu Daudi, sunenin e tij Sheikh Albani e konsideron këtë hadith të vërtet. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thanë: "Ja Rasulullah, tha vetëm një grup do të shpëton." Cili është grupi që shpëton? Thot ato që qëndrojnë në vijën time, ato që veprojmë siç kam vepruar unë dhe shokët e mi. Pra shehlerët prej tyre ka ekstrema, të cilët kanë dalë dhe pi besimit runa Zot, ka se ka kalu në shëndrimin e Aliut radiallahu an në vend të Allahut azza wa jall. I kanë dhënë, i kanë veshën cilësi Aliut radiallahu an, cilësi të Allahut azza wa jall. Mos flasmi prej lirimit të popullit të tjerë nga ibadetet madhështore, kryesore. Mos flasmi për ndalesat të cilët kanë ardha jetën Kurani i Kerim, si alkooli dhe të tjerët që ja kanë leju popullit të tjerë. Pra, ato janë shehlerët, janë ata që e kanë bën veten e tyre në vend të Allahut. Dhe me këtë hadith do ta përfundojmë pyetjen e kësaj radhe, që Adi ibn Hatim erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku e barte në gjoksin e tij një kriç të madh prej ari, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Heke, keq idhuj nga qafa yte." Dhe lexoj fjalën e Allahut azza wa jall në surat at-Tauba, që Allahu tha: "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah." I ka marrë krerat e tyre që i adhurojnë pos Allahut azza wa jall. Adi ibn Hatim ju përgjigj pejgamberit Allahut dhe i tha: "Ja Rasulullah, ne nuk i kemi adhuruar ata, nuk i kemi bën namaz për ta, nuk ju kemi lut atyre." Çka tha pejgamberi Allahut? Tha: "Nuk është që kur ja kanë bën haramin halal i keni ndëgju dhe i keni respektu?" Than po. "A nuk është që kur e kanë konsideru halalin haram i keni çmu dhe i keni ndëru?" Tha po. Tha: "Kjo është adhurimi i tyre." Pra shehlerët janë ata të cilët e luajnë këtë rol, dhe pasuesit e tyre janë ato të cilët bëjnë pjesë në këtë jetë. Ne lutim Allahun azza wa jall që para të vdesin të i pendojnë Allahut, të vedisohen dhe të mjaftojnë me Allahun azza wa jall dhe të pastrojnë besimin e tyre në atë mënyrë siç ka porositur Allahu në Kur'an dhe ne ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, hoxha, Allah ju shpërbleft. Një televizionist, në fakt një djalosh, thotë që pasi kam filluar të falem, kam edhe probleme të shumta nga familja. Dhe këtë pasi ata mendojnë që në përgjithësi namazi dhe praktikat islame sikur macenojnë shkollën time. Thotë nga ju, çfarë këshilla do të jepni për mua që të bëj durim dhe të njëjtën kohë për prindrit e mi? Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Nuk i është dhënë njeriu
mirësia më e madhe se sa durimi. Po edhe kanë thonë se suksesi dhe durimi janë bineq. Suksesi dhe durimi janë bineq. Pra ku të linde një fëmijë, prite tjetrin. Dhe ku të bëjsh durim, prite suksesin dhe ngadhnimin. Këta janë çift të cilët shkojnë baraz. Thot Allahu në Kur'anin e Kerim. A keni mendu se do t'ju lojmë që të shpallni besimin, të praktikoni dinin e mos të sprovoni? E ne që të dim dhe njerëzit që të din të dallojnë besnikun dhe gënjeshtarin, kush janë më të sprovuar? Pejgamberët e Allahut. Pra ato që i don Allahu, ato i sprovon. Ndëgjoj këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të bukur. Erdhi një njeri, ardhi te pejgamberi Allahu dhe tha: "Ja Rasulullah, fort të dua." Çka tha pejgamberi Allahut? Tha: "Paralajmëroj ata që më dojnë, se sprovat kanë mi ardhë vazhdimisht sikur pikat prej bokallit që pikojnë." Tha: "Paralajmëroj, tregoj të gjithëve që më ndojnë, se sprovat do të jenë të një pas njëshme." Mirë po as keq kuptim ndoshta tek njerëz kur thojmë sprovat. Sprovat janë pastrim. Sprovat janë sikur që zjarmi që pastron dukatin prej nditësyrave. Sprovat janë ata që e pastrojnë zemrën prej dashurisë së vetvetes. Kjo sekreti dhe kjo fshehtësira që Allahu Azza wa Jall një dekat apo më shumë se një dekat shokët e pejgamberit Allahut u sprovuan. Derisa erdhën në Medinë të pastër, nuk jetonin për veten e tyre, nuk jetonin për pozitat e tyre, nuk jetonin për dunjon e tyre, jetonin për kënd, për Allahun Azza wa Jall. Për me këta njerëz, pejgamberi Allahut ndërtoi shtetin Islam. Me këta njerëz, pejgamberi Allahut përcjelli mesazhin e Allahut. Me këta njerëz na arriti Islami dhe në trojet tona. Pra durim dhe mësim që të jepsh një pasqyrë të mirë. Për fat keq kemi këtu, që kemi disa vëllezër të cilët janë të suksesshëm në shkolla, pasi që të kapen në namaz, lënë mësimin. Kjo është gabimi më i madh që bëhet në jetën e tyre. Nëse dëshiron ti të kish rezultat dhe ndikim pozitiv, nëse ke qenën, ke kalu me tresh, tash duhesh me qeni shkëlqyesh. Me i tregu botës dhe me i tregu se mesazhi i parë që na ka arrit neve në Kur'anin e Kerim: "Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq." Lexo në emrin të Allahut që të krijoi. Pra, pejgamberi Allahut nuk ka kërku asnjë send që Allahu t'ia shton përveç diturin. Allahu thot në sura Taha që pejgamberi Allahu që boni këtë lutë Allahu Azza wa Jalla dhe i tha: "Wa qur rabbi zidni ilma", thuaj o Zoti im, më shto diturin. Dhe ne kemi rrëfime të ndryshme, sikur Musa i udhtoi pejgamberi Allahut për të kërku dituri. Allahu Azza wa Jall na mësoi dhe na thiri në dituri. Pra bashkangjitju dituris, bashkangjitu bashkë me namazin dhe mëso dituri që të kish ndikim dhe të prindërit. Kur jemi të prind të respektojës maksimal. Malisht pa marrë parasysh se ata si sillen, ti duhet të sillesh mirë. Derisa ti bindsh ata se vërtet Islami është madhështor që na mëson çdo respekt ndaj të rriturve, në veçanti ndaj prindërve. Allahu më mirëti. Mirë Hoxha, Allah ju shpërblev për këtë përgjigje. Në ndërkohë pyetja radhës vjen nga një teleshikuese e cila ju pyet për mbulesën. Thot: "Dua të mbulohem, por nuk di se si ta bind vetveten." Ne lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të lehtëson të pranosh një urdhë të Allahut që është nder për ty. Allahu Azza wa Jall kur porositi gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vajzat e tij dhe gratë e besimtarëve, ato ju përgjigjen Allahut shumë shpejt. Derisa përshkuhet një transmetim nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ku zbritsit ajetet e mbulesët i ndajtëm funët tonë dhe mbuluan me njëherë. Për këtë arsye, si ta bindsh veten tënde, rruga më e shkurt për ta bind, kujtohet natën e vetmisë. Parat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo rastësisht, na ka thonë: "Ekthiru min dhikri hadhimul ladhat." Shpesh herë kujtonja vetës juaj
përfundimin e kënaqësive të dunjos e ajo është vdekja. Përkujtoja ditën e vetmisë, përkujtoja ditën e qefinit, përkujtoja ditën e errësirës, përkujtoja një ditë që kur do të jesh vetëm Allahun tënd. Krejt këta për rreth do të ndahen prej teje, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tresen dhe njeriu në përcellin deri te varri. Pasuria, familja dhe vepra. Di kthehen dhe të lën vend vepra yte është që ngel me ty. Pyete veten tënde. Kush ke dëshirë të jetë me ty? Nëse ke dëshirë që të jetë mbulesa, është një adhurim madhështor. Është një adhurim më i madh në veçanti në kohën e kohrat e sprovave që vepron një femër. Unë mendoj se xhihadi më i çmuar tek femrat është ky, mbulesa. Përjetimi i zhegut, duke kujtuar se zhegu i ahiretit është më i tmerrshëm. Kemi shumë hadithe për zhegun e ahiretit. Kemi edhe shumë hadithe për qëndrimin 50.000 vjet në kam, normal se koha është shumë e ngushtë që t'i përgjigjem të gjithë këtyre hadithe pejgamberit Allahut, po përfundimisht lutë Allahut azza wa jall që Allahu ta zgjeron gjoksin dhe ta mundson që të praktikojsh në sen që Allahu mbi 7 ka qel e ka zgjedh për ty. Këtë model Allahu ta ka zgjedh. Pra një i dashuri yt me ta pas zgjedhën një garderob nuk do t'ja prish qefin. Si ke dëshirë apo si ke guxim që Allahu tanë që ta ka zgjedh garderobën që aprish, lusim Allahun azza wa jall që Allahu që zgjeron gjoksin çdo vajzës muslimane që të bart mbulesën, të bandorim deri takimin me Allahun, atë ditë do të kesh probleme të mëdha. Mirë, faleminderit shumë për këtë përgjigje. Në ndërkohë pyetja e radhës është si vijon. Thot një televizionist se fëmijët parapëlqejnë zakonisht lojra të ndryshme në vend të mësimit. Çfarë thot duhet të bëjmë? Çfarë më këshilloni që ata të parapëlqejnë mësimin dhe kështu leximi i Kuranit dhe gjithçka e natyrës islame të jetë më e lehtë për ta dhe më e dashur sesa lojrat? Normal se çdo prind ka përgjegjësi ndaj fëmijëve të tyre. Për këtë arsye, normal se lojra është pjesë e jetës së tyre. Dhe jo rastësisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka leju që lodra të ndryshme të posedojnë të luajnë fëmijë. Derisa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, e cila ishte e martuar mirë po moshën 9 vjeçare. Dhe lunte me shoqet e saj, kur hini pejgamberi Allahut i mbuloi lodrë. Dhe pejgamberi Allahut tha, çka është kjo? Ja Aisha, i zbuloi i po se i ka marru disa lodra të ndryshme në mesin e atyre ishte një kali. Edhe pejgamberi Allahut i thotë, ja Aisha, ç'është ky kali me krah me flatra? Tha subhanallah, nuk e din se kali i Sulejmanit ka qenë me flatra? Dhe buzëqeshët dhe keshët pejgamberi Allahut derisa vjen kokër shpinës. Pra pjesë e jetës së fëmijëve janë lojra, vetëm se dirigjimi i fëmijës, edukimi i tij është më rëndësi. Pra i thua fëmijës, pasi ta mësojsh këtë sure të Kurani Kerimit, pasi ta mësojsh mësimin, të i krish detyrat e shtëpisë, do ta blej këtë lojër. Ta lidhsh pas mësimit një sen që e don fëmiu. Dhe t'ja dirigojsh në këtë mënyrë kohën, këtë mënyrë inshallah do të ketë sukses. Asnjëherë mos bën që ta mirësh ta shkëputsh prej lojës që cilën e don më shumë dhe ta obligojsh me diçka të cilën ndoshta një ditë do ta urrej. Allahumma miretim. Allah ju shpërblet hoxhën. Ndërkohë një televizionist tregon që është i ri në praktikimin e fesë islame dhe thot kur unë frekuentoj xhamit, qofshin ato të vendit ku jeton apo të vendeve tjera, thot shpeshherë dëgjoj që besimtarët e thrasin njëri tjetrin me emrin vëlla. Më intereson të di çfarë në të vërtetë ngërthen ky term. Ky epiteti është më i lartë. Allahu thot në Kur'anin e Kerim: El akhillahu yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Vëllezërit në këtë botë janë të ndryshëm. Të vetme vëllezëri që ngel dhe në ahiret janë ato që duan për Allah. Fjala vëlla do me thonë në fe, në din. Pse jemi vëllezër? Nga se Allahu ka thonë në Kur'anin e Kerim: Innamal mu'minuna ikhwa. Besimtarët janë vëllezër. Dhe vëllezëria e tyre vazhdon dhe në ahiret, dhe me këtë hadith e përfundojmë për ta mbyllë mos mormi kohë shumë, thot pejgamberi Allahut, vëllezërit që janë dashur në këtë dunjë për Allah,
kur t'i lejohet disa prej tyre të hinë në xhenet, ndalen te dirë të xhenetit dhe thojnë: Zoti jon, kemi pas vëllezër në atë botë që u falshmi bashk, agjeroshmi bashk, nuk i shohmi këtu. Thot Allahu Azza wa Jall: hecni, kërkoni, lipni, gjeni, merrni për dorë dhe hini bashku në xhenet. Allahu na boft banor të xhenetit, na boft prej atyre që jemi dashur për Allahun Azza wa Jall. Amin, inshallah, në ndërkohë që gjatë përgjigjeve ko pas kohë dhe përmendet kohën e kufizuar që kemi nisur nga ky fakt, po e lexoj edhe pyetjen e fundit për këtë emision, e cila është nga disa studentë, thot cila është këshilla në prag të provimeve. Në prag të provime është që të veçoheni me Allahun Azza wa Jall. Allahu është ai i cili na ka dhuruar shqisat e diturisë dhe është ai i cili na dhuron gjithashtu dhe dituri. Pra të veçoni një ibadet, të largoni prej mëkatët. Mëkatët janë ato të cilat pengesa më e madhe në dituri. Për ata Imam Shafiu kur anku te Waqiu, te hoxha i tij se s'në mban mend, ai ja tha një di vargje të poezisë. Dhe Imam Shafiu na transmetoi dhe më tha kuptimin e këtyre vargjeve, për mos të morr kohë, thot më sugjeroj, më mësoj hoxha im Waqiu dhe më tha: largohu mëkateve dhe gjunaheve dhe dije se dituria është dritë dhe Allahu dritën nuk ja dhuron mëkatarëve. Gjithashtu, shfrytëzoni kohën maksimalisht, pasi ta përfundoni, mos ju mbështetni në fuqinë tuaj, po mbështetni Allahut. Dhe transmetohet një dua pas leximit të një libri apo kështu që e kanë bërë disa prej dietarëve dhe kanë thonë, pasi e kanë mbyllë atë librin, ka thonë: o Zot, po ta lën ti që të marrush këtë dituri, të ma kthejsh në kohën e duhur. Dhe Allahu do ta kthen nëse je besnik. Mirë hoxha, atëherë në emër të teleshikuesve, ju falenderoj përzemërsisht që ishit sonte me ne. Allah ju shpërbleft dhe juve dhe ju dash sukses. Amin, inshallah. Të nderuar teleshikues, dua që edhe juve t'ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe për bashkëpunimin që e bëni nëpërmjet postës sonë elektronike, duke na i dërguar kështu pyetjet tuaja. Ne po ndahemi këtu për të takuar inshallah javën që do të vjen. Deri atëherë ju lënë për kujdeset e Allahut, bashkë miru takofshim. Selamun alejkum.